27 mars. Ngrihuni për vendin tuaj. Dje shumica shqiptarëve mendonin se do të fitonin në Poloni. Mjafton kjo që tifozeria, opinioni mendon që Shqipëria është në një nivel të tillë, është më shumë se fitore. Natyrisht që mund të kem shumë rezerva për ekipin drejtues, trajnerin, për formacionin, por mua djemt kombëtarës mu duken se luajtën me dignitet, pa kompleks inferioriteti, por në qoftë se kombëtarja humbin Poloni, përfaqësuesja e Kosovës na bëri të ndihemi krenar me fitoren madhështore ndaj slovakëve, të cilët çuditërisht janë racist dhe pro-serb. Kosova e ka mundësitë që të vijë të luajnë kampionate motorore këtu në Amerikë. Dhe të na detyrojnë ne shqiptarë amerikanët që të shkojnë ta ndjekim edhe pse biletat fillojnë minimumi me $800. Unë mendoj se Kosova i ka shanset që të kalojë dhe të fitojnë Prishtinë ndaj Turqisë. Dje nuk kam habitur, por një figurë e cila i ka duart me gjak, siç thot gazetari i madh Bill O'Reilly dhe Glenn Beck, Tony Blinken, ka treguar edhe një herë se ka pasur inate me liderin e djathtë Berisha. Nuk ka dhënë asnjë justifikim ose asnjë bazë ndaj asaj që quhet non grata, dhe më e keqja mbështetja për një gjysmë diktator ose diktator, një kryqësorës siç është Rama. Pse i ka duart me gjak Blinken? Në fiaskën e madhe të Afganistanit, atë ditë që Bideni ka dhënë atë urdhrin për të tërhequr në atë mënyrë të turpshme ku vran ushtar amerikan Marinsa, Blinken ishte në pushim në vilën e tij luksoze në Hamptons, jo larg këtu ku jam, në Long Island, as nuk donte ta dinte. Një detaj tjetër, kur avionët që u morën nga Glenn Beck me punonjësit në Afganistan si përkthyesa që kishin jetën në rrezik, kur avioni ka dashur të ulej në Tiranë, Glenn Beck thot që ambasadori e Eurikim ka marrë një telefonat nga Blinken, mos lejo avionët të ulen në Tiranë. Do të lejoshin vetëm avionët me gay, transgender, me njerëz thesorës, të cilët Rama i ka marrë dhe mund të bëj krushqime ta në tunelet misterioze të Surrelit. Në Shqipëri vazhdojnë të dalin fakte monstruoze nga ish-pastrusja e Athinës, me dëshira për pastrim milionash Manhattan, por s'pak duket dhe provon që një pjesë e madhe e tij ka qenë kontrollohet nga Rama dhe, kur themi nga Rama, nga kupola e ish-partisë Ponës, sepse Rama është i përzgjedhur i Nexhmi Hoxhës. Dhe kjo dihet, e vërtetuar. Njeriu që rinte poshtë urave në Paris, njeriu që ka qenë anti-amerikan në mandatën e fundit, është larguar nga blerjet e Lockheed Martin, vengi, që nuk mund ta bënte kurrë në favor të francezëve, por Rama është vënë tërkëndsh. Në një intervistë me median franceze, flet me prralla për Sazanin, i cili vazhdon të jetë bazë ushtarake, edhe pse nuk ka, sepse ne ushtrinë e shkatruam, por ai duhet ta di që ignoranti Kushner është zbythur nga Sazani, sepse arabët nuk kanë kohë dhe lek të investojnë dollar më mbas katrahurës që ai thuri me vjerrin e tij në Iran. Trump e ka shtyrë edhe 10 ditë atë luftën e madhe ndaj Iranit me idenë se do të ketë një paqe. Pra Trump kërkon një exit way për të dalë si fitues, por do të diçka në letër. Është gati t'ju heqë gjithë sanksionet, vetëm që Irani thotë që nuk do të pasurojmë uraniumin për armë, nuk do të kemi kur armë bërthamore dhe raketa balistike me distancë largë.
edhe pse Irani ka kundërshtuar se ka bisedime, në fakt nuk ka bisedime, nuk ka negociata ende, por janë disa ministra të jashtëm, Pakistanit, Turqisë, të Egjiptit, që po çojnë mesazhe për të filluar negociatat. Kushti i Iranit është që ignorantin Kushner dhe Woodcock nuk e duan takimin, duan G.D. Vance. Kujtojnë se me G.D. Vance mund të kenë bisedime më të mëdha. Por Trump po dërgon marinca, parashutist, pra mund godas. Dhe mund godas shumë. Wall Street Journal sot thoshte që mos i le Iranin që ka marrë peng Hormuzin të dalë si fitues. Është shkatruar pjesa më e madhe e raketave, aviacionit, marinës detare, por ende Irani ka raketa, ka dron, ka anije. Irani kërkon që ta zgjas konfliktin sa më shumë, sepse ekonomia amerikane, politika amerikane nuk duron që konfliktit zgjat. Pra të shkaktoj sa më shumë dhimbje, dhe duket se ka dalë nga skenaret ideja për ndryshim regjimi. Trump kërkon vetëm që të shpallet fitues dhe të marrë një deklarat nga Irani, por edhe nuk dihet se kush e drejton realisht Irani. Ka një përplasje me Netanyahu të Trump. Netanyahu kërkon që lufta të vazhdojë, por nuk e pyet kush Netanyahu. Ai që drejton këtë luftë është Trump, pavarësisht se si u fut në këtë konflikt. Njëherë thot që ishte ti heksët, njëherë thot që ishte i zgjuar i shumë. Kushner, megjithatë, nga ana ushtarake, Pentagoni ka general brillant. Politikisht, Trump, jo vetëm Pentagon, po thuajse në të gjithë departamentet e tij, ka zgjedhur 5 atleta filti, si në sklavër pronari, pra që t'jenë vartës kokë ullur ndaj tij. Zoti Trump ka probleme shëndetësore. Dhe kjo pa dje në një ceremoni për pavarësinë e Greqisë. Çdo vit në Shtëpinë e Bardhë, grekët kanë një lop që Trump feston me ta. Në krah mban kreun e kishës ortodokse. Por thriti nga salla dhe ambasadoren e Amerikës në Greqi, Kimberley. Dhe Trump i tha Kimberley. Lapsus, dementia, kështu i them, thot se kam si emër qeni, sepse ka qenë ishe fejuara e djalit tim, fakt ka qenë gruaja, aty që mund jetë presidenti të ardhshëm, sepse është kandidati më i mundshëm të demokratët Newsom, guvernatori i Kalifornisë. Portorikania, e cila kur shkoi te Ram për të vjedhur minierat e kobaltit në favor të një grek oligark që ajo ka histori roz, ishte vesur si punonjëse kabare, ngjitur me donin, thuajse me ferexhe. Shkaku që donin të largohej nga familja ishte nuk mund të pranonte që tek familja e presidentit amerikan të dilte dikush që vishet në mënyrë ekstravagante, të turpshme, që kam dëgjuar që ti po bën një punë shumë të mirë atje dhe vazhdo, derisa të kthehesh këtu mbas 12 vjetësh, derisa ta mbash atë post. Në diplomacia ambasadori qëndron 3 vjet. Është fakt. Megjithatë, grekët e kanë këtë forcë që të hyjnë në Shtëpinë e Bardhë, me të gjithë presidentët. Trump ka dhe një afeksion sepse shoku më i ngushtë i fëmirisë tij është grek, me cilin ende vazhdon marrëdhëniet, flasin shpesh në telefon dhe drekojnë ose darkojnë të paktën një herë në muaj. Nuk ka se shoqëria e fëmirisë, të gjitha kanë. Kanë tentuar shqiptarët që edhe festa jonë të realizohet në Shtëpinë e Bardhë nuk është e lehtë. Zoti Trump është ignorant për historinë e pavarësisë së Greqisë. Këtë as nuk e diskutoj. Greqia nga ajo ditë ku ka shpallur mëvetësinë e saj, në fakt ka qenë luftë shqiptarëve, armanitas, aty ajo e grekëve, herojnë
shqiptarë ishin ata dhe ata kanë luftuar për një pavarësi për arvanitasit, jo për grekët, sepse nuk ekzistonte më shumë fitej shqip në Athinë. Dhe Greqia e ka trefishuar tokat e saj nga dita e pavarësisë. Mega idea. Gjë që sot po bën Izraeli. Ndaj, kur festohet pavarësia e Greqisë, kur thret ambasadorin që është në Greqi, duhet të thrasësh dhe ambasadorin që është në Tiranë. Faktet janë fakte. Nuk i mohon dot. Por Rama, edhe pse në pamjet parë hiqet si ai nacionalisti i madh, i ka lidhje dhe sa herë që vjen në Manhattan përpos punëve të pastrimit miliona dollarëve, të faturave të munguara, të sponsorizimeve të zeza, takohet dhe me krerë të klerit ortodoks grek. Darkon, dhe i përdor. Lidhjet e para ja ka bërë Angjeli. Nuk e di a është mirënjohës ndaj tij, sepse ndaj Andis Arasanit, i cili ndihmoi shumë përpara se të fitonte, nuk ishte as pak. Ju falenderoj. We used to compete with each other. We used to, but You won. but never. The debt that America and all of Western civilization owes to the Greeks is ancient and eternal. And to this day, American soldiers plunge into combat strengthened by the legends of Spartan warriors. American students still learn from the immortal wisdom of Socrates, the father of philosophy, who truly is, and Aristotle, the inventor of science. That's very good. It's good genetics you people have. Right? And under the Trump administration, we're reaffirming a sacred Greek principle that goes all the way back to a rocky hillside in the heart of ancient Athens, that only citizens can vote in our elections. See, they do it right. Oh, I love that. Michael, we're going to have to use that phrase a little bit more powerfully. But in Greece, that's what they believe. They've believed it for a long time. It makes a little sense. It's called common sense, isn't it, really? Serious dictation was driving me crazy, so I switched to Whisperflow. Here's why I'll never go back. First off, it actually gets it right. Like so many Americans before us, the Trump administration is also drawing inspiration from the renowned Greek builders and engineers whose works have stood the test of time, incredibly too. Instead of ugly boxes of brutal concrete, we're bringing back marble columns and restoring classical architecture to our nation's capital to make America beautiful again. We're doing something outside that the Greeks would be very proud of. We're building one of the most beautiful ballrooms anywhere in the world. And we have beautiful columns, and we have beautiful sculpture, and we have beautiful... And they said it couldn't be done. Kudo në Shqipëri.